perché no? Però non c'è nessuno che veramente mi fa bzz. I gjithë rjeti ka vluar me komentet shumëta duke thënë se Dolce Edin e pati vetëm për lojë. E madje kjo video dëshmon më së miri këtë, gëzimin që përjetoi ai kur kuptoi që Dolce debërtoi jashtë kufinjeve. S'kishte shans, budalla! S'kishte shans! Kur jemi tek ndjenja më e bukur e jetës, e që është padyshim simpatia. Duket se diçka do të lindë mes Elionës dhe Tonit. Ani pse ky i fundit po heziton të i shpreh pëlqim 18 vjeçarës, duke u stepur për shkak të diferencës 15 vjeçare që e kanë mes tyre. Ka përmend babi yt, më ka shumë mirë. A di pse? Kupton që i bërgjon më të thënë. Tham të betuam që kemi po të kërbelja. Vlen të përmendet që konkurenti që jeton dhe vepron në Gjenevë të Zvicrës ka një vajzë 13 vjeçe, por ende nuk dihet se është i ndarë nga bashkëshortja apo jo. Të paktën me këtë deklaratë bombastike nga babai i tij, edhe është ndarë. I njëjti nuk e do bijan për nuse, por kjo e fundit nuk brengoset as pak për këtë pjesë. Afërsi lidhje me bien. Kuptoj. Po sukon. Jemi shumë të qartë. Po. Besoj që sot u shpjegoj. Loja sa shkon afrohesh, sa shkon largohesh. E pse po ma thu që kum ik prej shtëpisë? Unë ju ka di shumë mirë se ti ka do me gjumë. Unë personalisht Bino Akaj nuk i pati këto 2 ditë mira duke thënë se është mërzitur e do ta lë shtëpinë më të famshme në vend. Për prindërit mi, për fëmijët e mi. Davi, po më jenë shumë keq për nivelin tonë si njëri që je, se ti me qenë se veç ishe je informu për jetën teme, dush me di që as une as njëherë me dëshirë teme nuk jom ik për familjes teme. Por, prisni pak. Për debat që ti me Unë për shembull mos pari, unë. Derisa ajo është në dilemë sipër, familja e saj ka përgatitur as 1, as 2, po hiç më pak se 20 dronë me mesazhe të ndryshme inkurajuese. Në asnjë moment. Oj Alba, po bëhet fjalë. Të kalojmë tani tek debatet e shumta. Tabel për qeti është bërë jo vetëm Alba, por dhe Labinoti Benita e shkurta. Pagulla. Jo të kursej edhe pak. Këtu edhe të këshyrë me kanë mu lidh këto. Këta janë aktualisht 4 banorët që kanë më shumë të diskutime e madje me tone të ashpra. Ja, unë zboj biset ato. Ja. Shikoni këto sekuenca kur Benita ngrit zërin, e po këtë sjellje nuk e kemi parë më herët nga ajo. Alba, po bëhet fjalë për mu, që për mu do me thonë kaq. Alba, Ibro dhe disa të tjerë janë personat që tani po e acarojnë Biondinën. I afrimitetin me një femër, në moment kur ma kap mendja mu se një mashkull. Sasa e akuzon Albën për jo higjen, e kjo gjë është as pak e pranueshme, sidomos kur vajza diskutojnë mes vete për këto gjëra aq personale. E gjëja që aktualisht është në pikpyetje është që Labinoti po sjell informacione nga jashtë, duke thënë që Toni ka një të dashur tjetër. Kursej edhe pak, vëlla. Jo të kursej edhe pak. Jo të kursej edhe pak. Këto nuk ka nevojë. Këto është im, ja, famdesh. Ajo që për momentin po ju tregojmë është një informacion te jetë bombastik. Allah. Shikoni e binduni ju vetë, a ka fëmijë tjetër jashtë martesor Labi, apo kush është vajza në këtë foto? Se çka do të ndodhë në vazhdimsi mbetet të kuptohet në episodin e radhës. Edhe lësh